Një ngjarje e pazakontë ronditi mbrëmjen e së dielës zonën e Palasës ku të shtëna me armëzjarri në bordin e një jahti luksoz, punë në lëvizje një operacion të gjerë policor në det dhe në tokë. Alarmi u dha rreth orës 21 pasi u raportua për krismë armësh në mjetin lundrues. Menjëherë në operacion u angazhuan policia kufitare, forcat speciale Delta Force dhe FNSH, të cilat nisën ndjekjen e jahtit përgjatë vijës bregdetare. Sipas burimeve, gjatë operacionit 2 persona tentuan të largoheshin nga jahti me një gomone për t'i shpëtuar policisë. Ata u drejtuan drejt bregut, por sapo konstatuan praninë e efektivëve, u detyruan të ktheheshin sërish në bord. Ndërkohë, në përpjekje për t'u shmangur autoriteteve, jahti fiku dritat dhe vijoi lëvizje në det. Operacioni zgjati rreth 2 orë dhe përfundoi me bllokimin e mjetit lundrues, i cili u shoqërua në kalatat e Porto Palermos, ku nisi kontrolli i imtësishëm nga grupet hetimore. Burimet bëjnë me dije se gjatë kontrollit nuk është gjetur asnjë armëzjarri, megjithëse raportimet fillestare flisnin për të shtëna nga bordi i jahtit. Në pranga kanë përfunduar 4 persona: B. Çela, A. Kastrati, H. Noku dhe L. Haso. Deri tani autoritetet nuk kanë bërë të ditura rrethanat që çuan në përdorimin e armës apo motivet e tentativës për t'u shmangur policisë. Mes personave të shoqëruar ndodhet edhe Astrid Gjonpalaj, ish punonjës policie dhe aktualisht sipërmarrës, i njohur si pronar i kompanisë turistike Globus Travel, gjithashtu është shoqëruar edhe shtetasi shqiptaro-amerikan Astrid Meta. Sipas të dhënave paraprake, të dy ndodheshin në jaht në momentin kur u dëgjuan të shtënat me armëzjarri, por deri tani nuk ka informacion zyrtar mbi rolin e tyre në ngjarje, pozicionin dhe përgjegjësitë e secilit mbeten objekti i hetimeve. Ndërkohë, jahti është sekuestruar për ekspertim, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur të gjithë dinamikën e incidentit, për të identifikuar personin që ka qelluar me armë dhe për sqaruar motivet e ngjarjes. Autoritetet pritet të dalin me një komunikim zyrtar pasi të përfundojnë veprimet e parahetimore. Deri atëherë mbeten ende shumë pikpyetje mbi atë që ndodhi në bordin e jahtit dhe mbi arsyet që çuan në këtë operacion në një nga zonat më të frekuentuara të Bregdetit shqiptar gjatë sezonit turistik.